Ka tjetër. Lisandra janë dakord. Ka të vetin, ka të vetin. E ka blerë në 14 maj, ka duruar fare. Tani do hapim ato muhabete. Unë nuk e di. Po lere mos doja një bim për çdo gjë. Do të jap dhe targën edhe të gjitha. Edhe kush ja ka dhuruar. Thirrën në nokën, këtu flasin nokën. Po, dhe para zgjedhjeve. Kërkojmë llogarisje ka. Unë po them se shkojmë. Ore ta ketë Renxhin mo, po ta ketë partisë ta ketë. Ka marrë për interes publik. Ky ta dha si metaforë, si metaforë. Mos e pëlqeni më flamorin as Lisandrin as Kreshnikun. Po është një interes publik më i madh se simpatia. Ore kuptoni, më mendoj që po dishte Lisandri, vën flamurin do kishte më shumë. Secili ka opinion. Ore, di ç'më ndodh më. Nuk është thënë. Të lutem. Me Kreshnikun në vend të Berishës, të lutem. Kreshnikun në vend të Berishës, Lisandri në vend të Nokës, unë do të them do ishte tjetër situata. Të lutem minutë po. Se e kam përjetuar. Shkoja në zonë. Bëja takim me mbështetës, demokrata apo opozitar. Një fotografi, 2 fotografi, grup, më menin të nesërmen. Demokratët tanë, të lutem hiqe se na morën telefon, thonë të ka dalë, i kishin gjetur vajzën e Dajës që punonte në Tiranë, të lutem hiq foton se do ma heqin nga puna. Ore te foto. Si do futemi në zgjedhje kështu? Ka një urrëtie dhe do ketë vot kundër për shkak të represionit që përshtatet. Sa nuk e imagjinoni dot. Do të ketë vot kundër sa nuk e imagjinoni dot. Marrë histori. Se mund të shkoj përdorimin për shtetit. Po jo gjimosh tjetër nuk e gojë. Kush është disfates? Ne do fitojmë ora. Absolutisht do fitojmë. Edhe natën duam. Faleminderit. Do marrë një koment nga kolegu Ardit Rada, nga Java News. Ardit, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe ju përshëndes. Faleminderit që na e bashkuar në diskutim. Faleminderit juve, më thuaj. Opozita protestoi për mbylljen e TikTokut dhe një sër kauzash të tjera përpara kryeministrisë. Me syrin tënë, si e pe këtë protest? Praktikisht unë po e ndiqa debatin studio dhe po mbajt disa shënime në fakt, edhe më vjen shumë keq që 2 figurat Partisë Demokratike për cilët unë kam konsiderat sepse kam bajtur një peshë shumë të madhe në debatin pa mandate, pra edhe kur s'kam pasur interes në Partinë Demokratike apo s'kam pasur post politik, të komentoj në kuptimin që pra kur vje puna ke Range Roveri i Partisë Demokratike s'ka rëndësi, po kur vje puna ke Hameri i qeverisë është shumë i rëndësishëm, apo kur vje puna të shoqëria civile. Patjetër se shteti. Flamunoka nga se ka, po Lisandër Kreshniku ka sa personal. Shteti nuk mund të bëhet me Hamer e luksoz, more. Dhe kur vje puna ke sindikatat kanë atë Kalan, Gzim Kalan aleatin më të madh dhe e paraqesin si kreun e sindikatave dhe sikur në Shqipëri po vlojnë sindikatat. Tani ajo që dua të them unë është kjo që sot në Shqipëri për shqiptarët shënohet 17 vjetori i një krimi të jashtëzakonshëm Gërdec ku 26 veta vdiqën në vend të moshave ndryshme dhe 4 tjerë vranë veten pas së tragjedie për shkak se humbën familjarët e tyre dhe s'pan drejtësi për vite me radhë. Dhe gjithë Gërdeci ishte industria e paketimit të fishekëve kinez që bënte qeveria e Sali Berishës. Sot, në këtë 17 vjetor, pikërisht në 15 mars, Sali Berisha në opozit shohet dhe nga fishekët kinez del dhe mbron aplikacionin kinez më të rrezikshëm në botë. Dhe kur e cilësojnë, sikur po sulmohet opozitarizmi, duhet na thonë, Ardit po, Andrea po, kishim këtë kanal me 500.000 ndjekës dhe na e mbyllën dhe ne e cilësojmë si median tonë. Jo të na thonë, është një aplikacion atje që ka rol opozitar, ndërkohë që e ka ndaluar Danimarka, Franca, Suedia, Australia, edhe janë diku ke 20 e ca, dhe vetë Kina po e mbyllë. Tani, nuk mund të i hedhin hi syve njerëzve dhe opozita duhet mbaj përgjegjësi për këtë organizim. Jo zotërit aty në studio, opozita përgjegjësi. Nuk mund t'i paraqitesh njerëzve ti me 25 parti në koalicion, ti thuash kishim nevojë sepse na sjellin vota dhe sa më i madh tjetë koalicioni, aq më i vogël është reagimi dhe aq më e vogël është protesta në terren. Kjo është e pa qëndrueshme. Nga ana tjetër, mbasi ke bërë një thirrje qytetarëve dhe i thua, po na mbyllet Dirama kanalin e opozitës e tjerë.
dhe i ke thirrur të marrin pjesë protestë. Del dhe i thua unë këtu isha spektator dhe u mrekullova nga këto fjalime, edhe kjo nuk është serioze zotëri. Lideri i opozitës nuk po themi ta varim militar pse s'u mblodhën njerëzit sot. Po ata që e këshillojnë duhet ta dinin që sot TikToku punon më mirë se Instagrami dhe se Facebooku. Jeni 5 veta ditë nuk është ky thelbi. A mund të shiko sa rritë është largë dhe... Atëre le të thrasin edhe ti fryn njerëzit. Tani zotëri, Donald Trumpi ka mbyllur zërin Amerikës, ka mbyllur Evropën e lirë. Megjithëse kjo nuk është argument dhe ka qenë aleati më i fuqishëm i Sali Berishës 92-97. Do të dali Partia Demokratike në protest në mbrojtje të zërit Amerikës për Putin që zëri Amerikës ka në Shqipëri e para. Dhe e dyta, nëse bëheni merak për shembull e censurës e të gjitha me radhë, kush është qëndrimi i zotrive në studio me qenë se unë po përpiqem pra të replikoj. Kush është qëndrimi për djegjen e gazetës Koha Jon, për rrahjen e Adi Krastës, për rrahjen e Bardhon Klalës, për rrahjen e Zamir Dules e të gjithë me radhë, e sa krime tjera në gazetarëve. Shkon shumë rrava në histori. Ashtu hapet ajo Andrea, po unë në radhë parë jam qytetar dhe jam gazetar dhe mua më dhëmbi njerëzit që nuk jetojnë më në këtë jetë dhe kur shoh një opozit që në vitin 2025 bën fushat dhe thot ne kemi përmbysur Enver Hoxhën dhe Enver Hoxha na ka vrarë Havzinelën, unë kam drejt t'i përmend Sali Berishën që e kanë gjallë dhe e kanë kryet partisë atje. Apo jo? Lisander. Nuk di çfarë ti komentoj zotërish, hodhi disa unë nuk e njoh, hodhi disa teori. Është arbitrata gazetare në Japoninë nga afër them ata, sa njoh. E njoh edhe unë, po nga larg, jo nga afër. Mendimi im kush është? Ti rrim temës për çfarë jemi mbledhur. Ka njerëz që kanë opinionet e tyre dhe zoti Ardit mund të ketë opinione, mund mos ndoj Partinë Demokratike. Kjo nuk e bën të përçmuar në këtë bisedë, është i mirë pritur edhe debatoj me ne, por është një rrugë në cilën nuk di çfarë ti them. Sepse ka vrarë Enver Hoxha, ka zbuar me mira shqiptar, nuk i kanë gjetur varret njerëzve. Po të kthehemi mbrapa në histori, dalim ka me Zogu, pastaj ecim më poshtë, dalim ke otomanët. Kështu që problemi ku është? Thelbi, Ardit, unë nuk të ndërpreva sepse nuk je live, nuk je në studio. Do të më dëgjosh.